Atëherë Mergja Elbasani rikthehet në Kupën e Evropës pas 20 vitesh, si është e përballur me Bate Borisov. Është një ndeshje të cilën me zor po e presim, mbasi kthehemi mbas kaq vitesh në Kupat e Evropës, ku shpresoj të bëjmë mirë ndeshjen me Batën. Ndërkohë ndeshja e parë sa të rëndësishme sheh për kualifikimin dhe sa shanse jep Elbasanit. Duke qenë se janë dy ndeshje, mendoj që të dyja rëndësia është maksimale, se edhe nëse fitojmë të e para, mundim të e dyta njësoj, kështu që do i vlerësojmë të dyja. Mendon që Elbasani ka shanse përballë një kundërshtari kaq të fortë, të paktën me emër? Favori i ekipit kundërshtar është në kampionate sipër dhe mbase anën fizike ka pak më mirë se sa ne, por shpresoj që cilësia të jetë më e mirë nga ana jonë. Ndërkohë është periudhë merkatore, shumë largime, gjithashtu shumë afrime, ku mendon që do të bëhet ndryrë të tjera skuadra? Kam besim të presidenta që do bëjë zgjedhjet e duhura, siç bëri edhe vjet duke gjetur lojtarët e dur në momentin e duhur. Ndërkohë viti i ardhshëm pritet të ende më i vështirë se përket kampionatit, shumë skuadra po forcohen, si është Elbasani, tjetë në rang nga pretendentët? Mendoj që po, duke pasur mbrapa dhe atë lloj tifozërie të fortë që kemi dominuar gjithkohës, mendoj që do jemi më mirë se sa vjet. Sa mund të shërbejë eksperjenca e këtij viti për sezonin e ardhshëm? Po edhe ajo bazë sportive që qëndruan nga sezoni i kaluar, mendoj që jam mësuar me mentalitetin e fitores dhe atë që kërkohet në qytetin tonë.